أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. تداشر dhe të ndëruar vëllezër të pranishëm e këtë xhami, Allahun e madhëshëm e falënderojmë, salavatet dhe selamet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ja dërgojmë. Vazhdojmë me mësimet dhe porositë që marrim nga libri Riyadus Salihin i Imam Neveviut rahimahullahu taala, i cili në këtë libër ka përmbledhur ajete nga Kurani fisnik dhe hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, me të cilat janë ndriçon besimtarit të rrugën drejt Allahut subhanahu wa taala. Edhe sot jemi në hadithin e tretë në këtë kapitull, hadithin 655 me radhë që nga fillimi i librit, ku Imam Neveviu rahimahullahu taala thot: "Wa an Aisha radhiyallahu anha qalet: Sami'tu Rasulallahi صلى الله عليه وسلم يقول في بيتي هذا: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به." رواه مسلم. Thot Aisha radiallahu anha, kam dëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në këtë shtëpi time duke thonë: "O Allah, kushdo që merr përsipër të udhëheq me diçka nga ummeti im e u vështirëson jetën atyre, vështirësoja jetën atij. Dhe kushdo që merr përsipër dikush nga ummeti im të qeverisë me të, e ja leton jetën atyre, sillet but me ta, letoja jetën atij, sillet but me të." Këtë hadith e transmeton Imam Muslimi në Sahihun e tij. Në mësimet e kalume, na përmendëm disa gjëra që kanë të bëjnë me këtë hadith, folëm në lidhje me zbërthimin gjuhësor të këtij hadithit dhe filluam të përmendim disa mësime dhe porosi që dalin nga ky hadith, që tash të vazhdojmë me mësimet dhe porosi tjera që dalin nga ky hadith i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ky hadith na nxjerr në shesh kujdesin e madh që kishte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ndaj ummetit të tij. Kur themi ndaj ummetit të tij, edhe atyre që janë në pushtet, edhe atyre që janë të qeverisur nga pushteti. Për gjithë, sepse logjika është e thjeshtë. Pushtetarët dalin nga bijtë e popullit zakonisht. Po, ka pushtetarë që vijnë nga jashtë. Ata e okupojnë një popull, e okupojnë një tokë dhe imponojnë pushtetin e tyre. Ama zakonisht edhe ata perandor që vijnë prej vendeve të larta dhe sundojnë toka të ndryshme, përsëri ato guvernatorët, qeveritarët lokal janë nga vendi. Dhe andaj është filozofia e Islamit që ndryshimin ta nisim nga baza e shoqërisë. Ku secili individ të kujdeset ta ndryshon vetveten, duke e ndriçuar shpirtin e tij me besim dhe dituri, të cilat pastaj i japin besimtarit sinqeritet, guxim, ndershmëri e kështu me radhë, vlera morale të cilat e bëjnë atë me vlerë dhe bëjnë atë të guximshëm të artikulon angazhimin e tij intelektual, fizik, ekonomik për të pasur drejtësi në vendin ku ai jeton. Një ditë e lexova një shkrim dhe e përktheva në gjuhën shqipe, i cili shkrim e kishte një mesazh shumë të jashtëzakonshëm. Njerëzit, edhe kjo ndodh në të gjitha brezat e shoqërisë, edhe të njerëzisë. Momenti që kanë frikë nga pushteti,
dhe nuk kanë fuqi me kundërshtu zullumin e pushtetit, atyre vjen dita u pengon ai i cili thret për ta korrigju pushtetin, edhe për të sjell drejtësi nga ai pushtet. E kanë bërë një eksperiment social ku e kanë hap një mishtore, edhe aty një kasap i vrasht një egër. Vjen një grua plak me një vajzë, me pak pare që ka pas për shkak varfërisë, me ble diçka prej mishit që mundet me ble. Vjen kjo gruaja te kasapi, te mishtoria, i jep ato pak pare që ka, thot, një copë mish nëse ka mundësi. Ja mush qesen kasapi me dhjam edhe diçka beturinat mishit. Megjithëse parët ishin pak, ama ajo që i dha, ai ishte edhe më e keqe se parët që i dha. E këshiri kesën kjo vajza, tha, non, kur gjës na ka thonë, veç i fjam na ka thonë. Ka thonë, shuj bia ime se a shef se i fështirë është ki kasapi. Nëse flasim me te, edhe mishin e merë dhe parët në e merë. Ndërko, të ndetë kjo gruja të fol me vajzën e vetë në dyqan, në mishtore, vjen një tjetër, edhe kjo aktron. Edhe kjo je parët e plota, e kërkon mishin me ble edhe jamush me vjam njëjtë. Hilet e zakonshme që bëhen na për shumë dyqane, tash kjo është shembull, ama zullum që bëhet njerëzve. Kur ja dha këti kesën me vjam njëjtë dhe me turina mishit, nisi me bërtit, çka o kjo, unë e kom dhënë parët i sham jep. Edhe i tha këtë gryjes, pse se li drejtën tone? Tha, shë që të ka dhonë? Tha, zgudoj se kjo është i madh, i fort, i ashur, nëse li për drejtën teme mundet me pas probleme. Tha, i gruje, unë e ka me vazhdu me li drejtën teme dhe tona, më ti për krahamu. Edhe më së diferent këtë bëhë zullon. Tu e këshilu nisi kjo gruja mi bërtit këti, që ishte i gatshëm me luftu për drejtat e tia dhe të se i gruës. Edhe i që për qafës dhe të vesh që të më bo presion këtë e kësa, s'ka ku një farfajde e për ty. Shqipë në tani, vese mi bërtit bashkë këj buri i dytë, edhe kjo gruje, shqitësi që bën zullon, filloj gruja mi bërtit këti i cili po mundohet bashkë me te, me ndryshu gjendje dhe me marë hakun e vetë, edhe me luftu zullumin e ti. Edhe këtë drejtë ka ra shumica e shoqërive në botë sot. Vese na me kritiku ata që na bëjnë zullum, ata që na vjedhin, ata që na bëjnë hile, ata që e pengojnë zhvillimin e vendit tonë, ata që e pengojnë zhvillimin e fëmijëve tonë, ata që ja humbi perspektivën ardhmërinë fëmijëve tonë, na grindemi me zvete. Na e shajmë njëri tjetrin. Se ti je fitnexhi, ti je interesxhi, ti e bën këtë për armiqësi personale tuja, fillon njerëzit mu grind me zvete. Ata që sundojnë, vazhdojnë me vjedhjen e vet, vazhdojnë me zullumin e vet, vazhdojnë me qeverisjen e vet. Edhe ata të kënaqët e këta që duhet me ndryshu gjendjen për çao me zvete. Tu e shoh njëri tjetrin. Andaj thash më herët se filozofia islame ndryshimin e gjendjes së një shoqërie fillon nga individi. Kur unë edhe ti nuk shitemi për pak, nuk ka mundësi me në ardhë mbi kokë dikush që domethënë është i keq. Pastaj lexova edhe një porosi të një hoxhës Ibn Nuhas Dumjatit, është një prej hoxhallarëve të mëdhej i cili ka marrë pjesë vetë në lufta të shumta dhe na ka dhënë një mësim edhe porosi në lidhje me këtë temë e cila është shumë më rëndësi për ta kuptuar se si prishet bota, si prishet njerëzit. Ibn Nuhasi rahimahullahu taala ka vdekur vitin 814, thot kështu: nëse shikojmë prishjen e njerëzve, prishjen e popujve, do të shohim se ajo u vjen nga pushtetarët. Mbreti i keq, pushtetari i keq e prish edhe një popull. Andaj kur thot dikush na hajde punojmë bashkë ta ndryshojmë gjendjen tonë për këtë mira, do të thotë se cili për vetë ka. Jo, ai që vjen pushtet,
Ai s'ka me e pas ndikimin vetëm te vetja e tij dhe rrethi i tij, por ka me pas ndikimin keq shoqërinë që jetojmë. Na. Pastaj thot, po të shikojmë prishjen e mbretërve, pushtetarëve, do e gjejmë shkakun e prishjes së tyre tek dietarët edhe njerëzit e devotshëm. Kur dietarët, intelektualët, akademikët, edhe pjesa më e rëndësishme e shoqërisë, pjesa e pjekur e shoqërisë, edhe e devotshme, nëse ata janë prish, ka mu prish edhe pushtetari. Se pushtetari, nëse ka kush e këshillon, nëse ka kush e kritikon, nëse ka kush e kundërshton, ai i mbledh këmbë. E mendon një herë, dy herë, tre herë se çka ka me bo. Andaj korrupsioni i cili kalon nga pushteti tek pjesa intelektuale, Ibn Hasi rahimahullah ka qenë ulemave, mujahid i cili ka marrë pjesë vetë në lufta dhe ka një libër që flet për xhihadin dhe pjesëmarrjen e muslimanëve në për lufta. Ai thot ulemat kohën e tij dhe të devotshmit, ata që s'duhet mu tut për njerit, ata që nuk duhet me kalkulu me përfitime materiale për ta thonë një mendim apo për ta ndërtuar një qëndrim. Por guximi intelektual, guximi fetar, dashnia për Zotin, friga prej tij duhet me qenë ajo që e shtin një njeri me mendua dhe me thonë, jo interesi personal, jo përfitimet e tija. Pastaj thot, e ka bënë një matematikë shumë interesante që avlen me ndëgju dhe me analizu. E nëse shikojmë prishjen e dietarëve të devotshmëve, e gjejmë shkakun te dashuria për pasuri dhe pozitë. Kërkimi i famës dhe autoritetit, servilizmi ndaj njerëzve dhe prishja e qëllimeve në veprim dhe fjalë. Pse prishet hoxha, se prishet intelektuali, se prishet njeriu i devotshëm për shkak se e don pasuri. Që në vëllazë këtë njerëzit e dojnë pasuri. Është e natyrshme njeri me vrapu pas pasurisë. Ama me qenë pasuria shkak i lajthitjes tone, shkak i devimit tanë, shkak me largu për xhamie, shkak me të largu për drejtësie, shkak me të largu për devotshmërisë, mallkuar qoftë ajo pasuri, e cila ta hub xhennetin, ta hub ahiretin, përfitime minimale të kësaj bote, edhe miliarda me qenë ato. Miliardat e kësaj bote në krahasim me xhenetin janë asgjë. Mallkuar qoftë ajo pasuri e cila bëhet shkak me të largu pej punëve të hajrit, punëve të mira. Sa njerëz me numër shumë të madh, kur s'keshin, ishin të devotshëm kur bon, i mashtrej dunjoja dhe pasuria u habitën. A dhe e para është dashuria për pasuri. E dyta, dashuria për pozitë. Me marë vend, mu inkuadru më një institucion, mu bo imam, mu bo mufti, mu bo krye imam, mu bo reis, për shembull të hoxhallarët. Ose mu bo hoxha më i madh i katunit, hoxha më i madh i sherrit, hoxha më i madh i venit, lufta për famë, për pozitë. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam çka tha? Dy ujë të uritur, me ilshu më një copë dhensh, më një tufë dhensh. Nuk mund me i bo dam, a ujë ku është të puna e dhenve është zullumqar. Këtë dhen t'i ka fshon në fyt edhe i myt. Dy me ilshue, një kopes dhenve. Sa mund me i bo dam, ata kërdibojnë. Po ma shumë se këta dy ujtë që i bojnë dam kësaj tufë dhenve, i bën dam fesë njeriut. Dashuria për famë edhe për pasuri. Prishe njerëzit për shkak pozitave që dojnë t'i kenë, t'jenë dikun, t'ket gradë, t'ket emën, t'vishet në format caktume që t'kallëzohet se është dikush ai. Pastaj tha, kërkimi i famës dhe autoritetit, servilizmi ndaj njerëzve. Pse servilizmi ndaj njerëzve? Se te ata e shef interesin e vetë. Te ata e shef përfitimin material.
Xhamati më nuk e shef si njeri me vlera, për e shef ka gjepi, sa pare kam me adha. Në qëfar drejke darke kam me thirë, qëfar qefe dhe shëtitje kam me bo, ku kam me shku në pushim, i servilohet ati që e njëmon e mban ekonomikisht. Edhe ati s'ka më mundësi me aprish qefin, as me të regu dispozitat fetare të sakta se hatri ti është i madhë. Me ju prish qefi ati e hum donatorin, sponsorin kryesor. Edhe andaj nuk ka gabim matë për një xhamat. Nuk ka gabim, kështu kjo të muhabete ndërtime strategjike, për fatkeqësisht xhamat janë flenë edhe ngon edhe ka përcen edhe s'ndryshon kur gjë. Po fundit në jonë është na me la borxhin ton. Gabimi më i madh strategjik që e bën një xhamat Karshi Hoxhës vet është me elon ekonomikisht në drejtë me akshir kush ka me shti dorën në xhep me dhon diçka. Jo me asiguru një rrogë të mirë, që ai me jetu me krenari. Edhe mos me mendua ka me pas gjenazë sot, as ka me pas. A ka me pas në rast ku merr në dinar, as ka me pas. Po thjesht ai me pas një rrogë të mirë, që mos më me shka do që bën shërbim me xhamatit, me koni gatshëm i bo pa para ata. Me konkrenar. Edhe ai pas e flet hakun, pas e këshillon njerëzit, pas e s'është i kapën nga askush. Ama t'i jepja 100 euro, 300 euro rrogë. Edhe mas e ne lipi ti guxim intelektual me fol hakin. E neve po na bëhet qefi mas e kur del dikush për xhallarëve e thot një porosi të madhe, e thot një këshill shumë të rëndësishme. Po gëzohemi na mas e ne. Po pyetja është ti sa ki hizet të ai hoxha. Ti sa ki kontribu që ai hoxh me pas atë guxim. Edhe me pas atë fuqi dhe atë vullnet. Ti, çka ke bo për atë hoxh? Atë ka shku menja veç një dua me bo për te, para se me thonë lafin, se kur përbot një hoxh i famshëm, ke xhamati shkajnë edhe kanë një foto e bëjnë me te. Të kallëzohen se i njofin. Ama para se më bu i famshëm, ti çka ke kontribu për atë hoxh? A ja ke pas gajle dhe njëra ti? A ke vete si i ka hallat? A i ke thonë Allahu që po blef për mundin që e banë? Allahu të nimoft në angazhimet e tuja. Allahu të aletoft. Çka duhet në kinë disponimin tanë? A i ke thonë dhe njëra? E tash kur po vot i famshëm, mullet dali fotografi se unë e kam shok, oho, moti e një fënes. Pim çaj, bëjmë kafë, pim kafe, rrim bashkë. A kuptoni çfarë gjendje të ulët kemi rana? E mos e ti lip guxim, lip fuqi. Nesër kur ai hoxha, sikur se ka treguar meselen, vjen edhe merr dikush për më të maltretuar prej pushtetit zullumçar, ku kemi kon ti? A kemi kon bashkë me te? Apo ti kemi bëj çefet tuaja dhe ai, po vetë ka fol, ta shteta duroje. Deri dje thë që s'fol. E kur foli, tha e pse fole. Kështu janë njerëzit, na e dim këtë punë, e ka tregu Allahu i madhëshëm Kur'an, e ka tregu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e ka tregu historia islame, një hoxh i cili don me fidu kënaqësinë e Allahut, ai nuk matet, nuk e mat veten e vet me çdo punë. Sa e din se edhe xhamati e lë vet, e din se edhe xhamati sa ka gale, e din. Kjo punë janë, nuk është hera e parë që ndodhi si njerëzimit. Ka ndodhur, ka më ndodhur dhe ka vazhdon me ndodhur. Ama është puna one nëse e du një hoxh, one nëse e shoh se është një hoxh i mirë, one se e kam gala ati. One se e nimoj atë. One sa mundona me marë se vape në përmes ati. Nëse një hoxh me një video ti i bën 1 milion shikime për shembull, e shohin 1 milion veta dhe përfitojnë 1 milion veta prej ti. Për një videos. Para shoj pyetjen, unë si musliman i mençur, sa kam hisen ato se vape unë. Edhe ku ta mendojmë kështu, derisa shumica për neve s'kan hiç se vape në atë punën e hoxhës që e bën. E kjo është, do me thonë, se për shembull, në desën e sabat tash e kemi. Ne kena bo për afërsisht 1000 kusur dese, 15 vjet. Secili për neve që është une, ka drejt më u krenue me qëto 1100 derse, aq sa ka qenë i pranishëm këto derse. Kush ka qenë 5 herë, sa përqind i vjen? 0.00 sa përqind. Kush ka qenë 10 herë, aq përqind. Kush ka qenë rregullisht, shpreson ai me kohën, domethënë, hisedari më i madh se vapet e kësaj që është majt.
Se pjesëmarrja jote është motiv për hoxha. Se mos marrë kërkush, mos marrë bash as njëri që s'në man ders, mure me kallëzëm. Një me të ardhë mundesh me vazhdu me ders. 2 me të ardhë normalisht, me të ardhë 10 edhe ma shumë, me të ardhë 50 edhe ma shumë. Ama se cili që vjen, ka hisën se vapin e këtyre derseve në përqindje me pjesëmarrjen e tij. Aq sa ka ardhë, aq ka me marrë. Eto është dikush e merr se vapin në dynjë, me ndaj lavdërim, me ndaj shpërblim, dikush e ka se vapin edhe në dynjë në ahiret, e dikush e ka se vapin të pastë veç për ahiret. Dhe është këtë kjo varë për njetëve tona, për në më thonë qëllime pëse na vim të dese kështu më radhë. Andaj, servilizmi i hoxhës intelektualve ndaj shoqërisë, që ka shkaku i shkatërimit të atyre hoxhallarëve, të atyre intelektualve. Hoxha do të më thonë hakun për Allah, me urtësi gjithsesi, me qëllim që me bën ndryshime pozitive në shoqërinë, edhe në qëllimi i vetëm është me fitu kënaqësinë e Allahut subhanahu wa taala. Andaj thotë Ibn Hasi thotë, kur ndonjëri prej tyre do të donte ta qortonte dikën nga njerëzit e thjeshtë, nuk do kishte mundësi me bë për shkak servilizmit që ka. E ky njeri që s'mundet një xhamat me qortu, ka me qortu një pushtetar. Çka është matematika? Domthonë, kryetarët prishen për shkak të dietarëve. Dietarët prishen për shkak lakmis për dynjë dhe famë. Kur prishen dietarët s'mund me e rregullu shoqërinë. Kur prishet shoqëria normalisht, atëherë edhe pushtetarët jesin vazhdojnë. Nga kjo matematikë, që 814 Ibn Nuhasi pas ka vdek, domethënë shekullin e 9 hijri ka jetu, e ka thonë, është zgjidhja e problemeve tona. Fillon tash ka e prapa. Fillon për individi. Ku individi e shef nevojën e diturisë, nevojën e dietarëve edhe mundohet fëmijët e vet mi motivu mi bo hoxhallar, mi bo dietar, mi bo intelektual. Ama njëkohësisht duke u fol vazhdimisht biri jam, bija jeme, ti do bësh i ditur, do bësh e ditur. Ama vlerat morale duhet me të shoqëru vazhdimisht jetën tonë. Mos ta shesish pozitën tonë, emrin tan, profesionin tan, titullin tan për gjëra të vogla kësaj bote. Po qëllimi është vazhdimisht të fitosh kënaqësinë e Allahut. Edhe të jesh në shërbim të fesë së tij. I pëlqen kujt i pëlqen. Si pëlqen kujt si pëlqen, kjo ti nuk duhet me të pas me diku të ti hasfat. Vazhdo ec besnikërisht, stoikisht në rrugën e Zotit, edhe vazhdimisht të qëllimi fitimi i kënaqësisë së Allahut. A ka mbot si ulema plot? A ka pas kohë që s'ka pas? Jo. Në çdo kohë Allahu çon dietar të këtill. Që kur dikush lakmon pozita, lakmon famë, lakmon pasuri, lakmon rahati, Allahu çon dikën që s'e ka atë gale. Mundohet me qenë shërbim të Islamit dhe shërbim të muslimanëve dhe shërbim të popullit vet. Edhe nuk i shef çka fiton prej asaj, prej të mirave të kësaj bote. Pse? Sepse ai lakmon diçka që është më e madhe se këtë kjo botë. Lakmon me fitu xhennetin. Ku shpërblimet e Allahut janë maramendse, s'mund të krahasohen me asgjë për kësaj bote. Ama edhe ai hoxha do e ketë malet nëse dikush i bashkangjitet në këtë mision. Edhe do ketë më vështirë nëse ngjelet vet. Andaj është ligj për ligjeve që Allahu i ka bën në zhvillime shoqërore që njerëzve të mirë, pejgamberëve të Zotit, edhe atyre që mundohen me bërë reforma pozitive shoqërive veta, mi u bashkangjit miq edhe shok të vërtetë dhe sinqert. Edhe normalisht ndikimi i këtyre të mirëve në shoqëri është i ndërlidhur me dy komponente. E para, mirësitë e tija subjektive, brendësia e tij subjektive, niyeti, imani, dituria, aftësia, përvoja, edhe ajo që është objektive, rrethi që e përkrah atë. Nëse dikush është vet i mirë, i aftë, i shkath, i sinqert, e s'ka rreth mirë, ndikimi i tij shkon shumë kadar në shoqëri. Se s'ka kush ja përgatit terrenin për ta përhap ai thirrjen e tij. Nëse ka rreth të mirë, ka njerëz që e ndihmojnë, ja letojnë, e përkrahin, do të e shtojnë të mirën e tij, e përhapin të mirën e tij, atëherë mirë e tij shkon përhapat edhe më lehtë. Andaj tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ma min nabiyyin illa wa kana ma'u hawariyun. Çdo pejgamber kishte hawariyunët e tij, ndihmtarët e tij.
Ashtu si e përmend Allahu i Madhëshëm në Kur'an në surën Saf, fjalën e Isa alayhis idh qala Isa men ansari ila Allah. Kush është ndihmtari jam për të Allah? Qal al-hawariyun nahnu ansarullahi wa hibbahu. E than hawariyun shoqërues të tij, na jemi ndihmtar të Allahut dhe dashur të tij. Andaj nëse na duam ta ndihmojmë Islamin, atëherë ose duhet të jemi të ditur dhe me dijen tonë ta shërbejmë Islamin. Nëse s'jemi të ditur në aspektin fetar, atëherë të rim afër dietarëve, të shoqërojmë ata, të ndihmojmë ata, të përkrahim ata, t'u aletojmë atyre dhe t'u japim mundësinë e shumë fishimit të shpërblimeve ose ndikimit që kanë ata në shoqëri. Edhe domthon unë edhe ti na e përcaktojmë ndikimin tonë në shoqëri. Nëse unë e punoj e ti më përkrah, e ti e bashkangjit edhe 1, edhe 2, edhe 3, e rritet numri i bashkëpunëtorëve për të mirë, rritet ndikimi i të mirës në atë vend. Nëse unë s'punoj, atëherë s'kam mundësi me pas asnjë bashkëpunëtor, nëse unë e punoj nuk bashkangjit askush, gjithsesi atëherë ndikimi jam ka qenë i vogël, edhe masi të vdesa i hoxha, e masi të kalojnë 2 dekada, 3 dekada, 5 dekada, e themi valla ka jetu para 50 vjetëve, 60 një hoxh, shumë hoxh i mirë kon, ka punu është mundu, ama xhamati në atë kohë s'ka ditë vlerën. Ama se kanë përkrah, ama se kanë ndihmu, ama se kanë letu, edhe ai te Allahu shkon me shpërblimet e veta, e xhamati mbetet i turpnum, që tash këtë botë më flasim për atë që e pret te Allahu xhall. Andaj kur themi na se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kishte galën umeti i përfshin këto kategori, edhe ata që janë pushtet, edhe neve në përgjithësi, çdo individ nga umeti i tij. Edhe për atë në hina dhe i dhash të shari me shtesë për me tregu se ndryshimi i shoqërisë nuk është nga nartë. Ndryshimi i shoqërisë është nga poshtë. Ama përderisa na kemi nalt njerëzi, të këshit dikush për shoqërisë duhet me u mundu me paksu të keqen, me e kriju hapësirën, ose ajo që e theket një prej politikanëve të vjetër shqiptar të Nën Maqedoni, theke politika është krijimi i klimës së përshtatshme. Klima nuk e bën bereqetin vetë. Klima i bën parakushtet. Bereqetin dush me bote, ti dush me shku me marr fara, ti dush me mjell, ti dush me ujit, ti dush me punu tokën, ti dush me kujdes për te, dush me stërpik, ti vetë punë është më. Ama nëse është ftoft, ose sikur se ndron tani klima këto vitet e fundit, ti mund është me adhon këtë mundin, po bëhet acar, bëhet temperatura pin 15-20, bie në minus, prishet për e qëti. Këtë e mund jotë shkotë kotë. Andaj politika është klima, e cila të ndihmon ty për me bo punën tone. Kur është klima e përshtatshme, atë puna jote sjell bereqet. Kur është klima e përshtatshme, atë puna sa dush s'ka bereqet. Për këtë çka themi na, dikush për muslimanëve duhet më marr me ndryshimet shoqërore, që sot quhen politik, një pjesë e asaj, që me kriju një klimë përshtatshme që shoqëria jonë të ecë në drejtimin e duhur, edhe të jep kontributin për të arritë vlerën e vetë dhe për të paksu mangësitë e vetë që i ka. Ama jo për interesat e tij personale, as familjare, as të mahallës, as të klanit, po thjesht e para me qenë qëllimi fitimi kënaqësisë së Allahut, e dyta me qenë dobia e gjithë shoqërisë ku jetojmë na. Atëherë normalisht Allahu i Madhëshëm e lëshon rahmetin e vet edhe i jep fitore ka nuk e pret. Edhe të habit me sukseset e tia që ti si ke paramendu. Edhe kështu ka ndodhur në historinë islame. Sa e sa mbretër musliman e kanë marrë pushtetin pa e lip. E kanë marrë pushtetin dhe e kanë dhënë hakun. Dhe Allahu në kohën e tyre ka bërë ndryshime marramendse që historia e njerëzimit i mand të regjistruar. Andaj askush për ne nuk ka dhënë me ose zbohat. Nuk shkon ka e marrë. Këtë që na mundohemi përpiqemi, këtë përvojat janë të shtume. Kjo është e palejueshme për një musliman.
Na themi po, i na mundu 1 herë, i na mundu 2 herë, i na mundu 3 herë, i na mundu 5 herë, 10 herë, 50 herë, s'na ka dhezë. 50 herë presim me dhezë. Sepse e jo na është na me dhonë mundi, na me qenë në rreshtin e duhur, na me qenë në kahin e duhur, na me qenë me të vërtetën. E kur e jep Allahu suksesin edhe fitoren është puna ati. Sikur se rasti muslimanëve në Palestinë, pinimi 1947, 48, përpjekjet janë të vazhdueshme për me rikthi territor. Fakti është ata agresorët sionistë vazhdimisht kanë shku të i dëmtu muslimanë në Palestinë, tu a marrë territor pas territori, edhe halat janë në vendimet materiale që kanë marrë, i japin të drejtë kolonëve, ardhacakëve sionistë nga bota, që me marrë çfarë do territori që është brenda Palestinës. Edhe ajo që është quajtur zona A, e cila është e drejtë ekskluzive e entitetit që quhet Shteti i Palestinës. Tani, në vendimet materiale që ka marrë qeveria sioniste atje, kush tim teket pi kolonëve ardhacakëve hebrej në Palestinë, çfarë do të toke me marrë, kudo që do me marrë, mund me marrë. Qëllimi është domethënë me i lënë pa tokë banorët origjinal të atyre vendeve. Ama madhështia e popullit palestinës është te ky fakt që e thash pak më. Se ata nuk nalen, nuk dorëzohen. Me çka kanë, me sa kanë mundësi, luftojnë. Me bë hesab luftat, ushtrinë, armatimin, për krajin që e ka shteti sionist, deri tash duhet të shfaroste populli palestinez, mos me met asnjë. Mirë po, ata sa kanë vrarë, sa kanë myt, populli palestinez veç ka shku të urit. Të ushtu. Edhe në aspektin numerik, demografik, po edhe në aspektin e përgatitjes psikofizike. Janë populli më i shkolluar në botën arabe. Janë populli më i suksesshëm kudo që marrin përsipër detyra dhe pozita. Edhe, sikur se shohim, janë populli më të rim në botë sot. Pite bebja 1 vjeçare, që zi kur gjotë deri te plakin 10 vjeçar. E neve në ngelet turpi. Neve në ngelet turpi i mos ndjenjes sa asaj që ndodh atje, edhe kalojmë na, sikur se s'ka ndodhur kur gjë. Edhe bilim hala mendojmë, a me thonë, a mos me thonë, a me fol, a mos me fol. Edhe çka me bë, se ku me di çka ka më ndodhur mua. Ma shumë se me të botë trupi copa, si që i bëhet vllau tanë, motrës tonë. Fëmijës anë atje nuk bëhet. Nuk bëhet. Allah i na fartë, na mëshiroft, e na ndryshov gjendjen tonë, inshallah utara. Këtu e përfundojmë mësimin e sotit që inshallah utara të vazhdojmë matur tje me dersit të ashme. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.